Gnatia përballë janë kampionët e kështu festa kompletohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Një flamurtar me shumë investime në këtë sezon, i cili nuk i ka përmbushur absolutisht pritshmëritë, por jemi ndoshta vetëm në fillim. Kanë kaluar vetëm 4 javë nga kampionati në Abisnet Superiore dhe pritet gjithmonë një reagim, pritet gjithmonë që të thuhet fjala e fortë ashtu siç në Vlorë, jo rrallëherë është thënë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, do ta shijojmë së bashku me shpejtësi u njoh me formacionet për skuadrën e flamurtarit. Alestosi në portë, Matej në mbrojtje nga Djata në Dëmaj, Todorovski, Telushi, Skuadrone dhe Trashi. Në mesfush Baten, Nunez dhe Ramani, Ramirez, Burar dhe Max Tuti kompletoi formacionin e Garcia se trajnerit spanjoll. Kjo është një provë të vërtet sot. Krahun tjetër e dyrt e tovaluar me Dajsinani në port, Matej mbrojtja nga Djata në Dëmaj me Fangaj, Gjemaili, Sota dhe Ndreca. Alexi, Fernando dhe Rucci do të luajnë në mesfush dhe Selmani, Albanese do të mbështesin sulmuesin kryesor Buric. Ky është takimi i parë mes flamurtarit dhe Ignatias për sa i përket nivelit më të lartë të futbollit, ndërsa shohim dhe trupin e arbitrave me Nea Jorgji kryesor, Denis Reça dhe Ridiger Çokaj do të jenë sot ndihmësit e tij. Do të shohim dhe arbitri 4 kujtoj do të jetë Eugene Xhaja, do të shohim ndërkohë edhe dhomën e sistemit VAR me Kreshnik Bajramaj dhe Orlando Kuka. Sot hyrja ka qenë falas, por ndoshta edhe kjo nuk do të ishte pengesë për të mbushur stadiumin në flamurtari me një entuziazëm vlonjat, të cilin ju mund ta ndjeni, mund ta perceptoni edhe nëpërmjet transmetimit ton. Të dyja skuadrat janë, ndërkohë në fushën e lojës tani është fusha sigurisht ajo që është më e rëndësishmja, që duhet të flas ajo ku protagonistët duhet t'japin maksimumin për ta shijuar të gjithë ne, e sigurisht për të luajtur më pas për llogaritë e tyre, për pikët aq të domosdoshme në renditje. Shohim pra trajnerin e flamurtarit në plan të parë, Carlos Garcia, si thash në një provë të vërtet flamurtari momentalisht në vendin e 9 me vetëm 2 pikë, 2 parazime dhe 2 humbje në 4 javët e para. Ignatia me 2 fitore rresht është ngjitur dhe ka shkuar në kotën e 7 pikëve në 4 javë, por janë ende të pamjaftueshme për atë çka është mësuar dhe na ka mësuar ky ambient. Pritet dhe vjen vëshëllima e parë, është vëshëllën e Nea Jorgji, nis flamurtari Ignatia. Qarkullon skuadra Mike, është Sota me topin e parë drejt thellësisë, mbron Telushi, daljen e portierit Alex Ofsi, portieri nga Maqedonia e Veriut. Dhe tani nis aksionin e parë duke qarkulluar topin edhe skuadra vendase me Bruno Telushin që pason tek Trashi. Dy emra sigurisht të mirënjohur të futbollit ton, Telushi dhe Trashi. Telushi që sot rikthehet më në fund të jetë pjesë aktive e skuadrës. Qarkullon Ignatia, topi te Sota. Gjemaili kthehet topi te Dajsinani. Sota. Kërkohet Selmani te Buric Matej. Edhe njerë Selmani, provon Rucci. Vijojnë për plasjet në mesfush me topin e kthyer deri tek Gjemaili. E kthen pas Ignatia te Dajsinani, që kërkon të injektoj pak qetësi tani tek skuadra. Është një portier i cili jep garanci edhe në lojën me këmbë. Nuk janë të rastësishme për zgjedhjet e elementëve të tillë tek skuadra e Tetovës. Fangaj, Sota, edhe njerë Dajsinani, Gjemaili. Me shumë e disa ndryshime në fakt referuar javët të kaluara, me shumë ndryshime flamurtari i ri, ende në kërkim të shfaqjes në mënyrë më të mirë të cilësive të kësaj skuadre është investuar shumë, kujtoj. Shohim Sotën. Selmani, lëvizje të shumta të lojtarëve të Ignatias me Fangaj që shkon shpesh në qendër tani dhe në pritje të një pasimi të mundshëm aty. Dajsinani, topi të Gjemaili, loj karakteristike kjo Ignatias, rriqet kapiteni Alexi. Sota me këtë diagonale kërkon pasimi për Ndrecën. Të këmbgul Ndreca, e kthen topin pas, fiton një faul.
Edison Dreca një kthim I rëndësishëm për skuadrën e këtij personazhi të lirë tetova 2 herë rresht kampion në fuqi I kampionatit ton me gnatjen e tij. Dreca si thash një element I rëndësishëm I cili vuajti një dëmtim të gjatë sezonin e kaluar për gjatë gjithë pjesës së dytë të tij nuk u aktivizua. Tashmë është në dispozicion sigurisht që është një element I rëndësishëm edhe për atë pasim që pam diagonale nga djatha në të majtë kërkohet shpesh në ndërtimin e manovrës kështu nga Ignatja. Tu shohim këtë ndërhyrje të Ramanit të gabuar. Rinis loja topin e ka Sota që e kthen te Dajsinani. Gjemaili. Edhe Gjemaili një lojtar me shumë eksperiencë, jep shumë garanci kur është me topin në zotrim. Ndërsa në rol dirigenti Carlos Garcia udhëzon të tjetër edhe për mënyrën se si duhet të kryen këtë pressing tani. Gjemaili, tjetër diagonale tani nga e majta në të djathtë kërkohet Selmani, kupton gjithçka Trashi, topi te Ramirez. Ramirez provon të niset me shpejtësi, rivënia anësore për flamurtarin. Me topin në duar Lorenz Trashi. Skuadrone. Todorovski. Provon të krijoj skuadra vendase. Burar. Kthehet edhe një herë te Telushi. I lindur sigurisht në Vlorë edhe futbollistikisht padyshim Telushi, por I lindur si një mesfushor me kalimin e viteve. Eksperjenca atij e ka bërë që t'jap garanci në prapavi. Provon edhe një herë flamurtari, topi drejt prapavijës tjetër, aty ku ndryn Sota që tenton të largojë me kokë Nunez. Provon edhe një herë flamurtari me Todorovski në krahun e djathtë. Pasimi I shkurtër I tij, sërish Todorovski me këtë harkim në zonë, gjithë publiku me një herë I gatshëm. Topin e parë që shkon në zonën e Ignatias dali Rogozhinasit, mbyll gjithçka Telushi me mënyrën e tij disi të rrëmbej edhe duar trokitet e publikut të tij e njohin mirë, I njeh mirë. Rivënia anësore për Ignatian me topin në duar Fangaj tani. Provon Fernando. Topi te Dajsinani. Sota, Selmani. Ka rikuperuar flamurtari, por është faul I pa aprovuar nga publiku vendas tani. Gjemaili. Me qetësi, topi tek Fangaj. Shikoni se si shkon mbrojtësi djathtë në qendër. Lëvizjen e elementëve të skuadrës së Ignatias më tej Dajsinani kërkon këtë top për te Ndreca. I pambritshëm, rivënia anësore për vlonjatët. 24 korrik I 2020-s, flamurtari Teuta 2-3 ndeshja e fundit për sa I përket nivelit më të lartë të futbollit shqiptar për vlonjatët në këtë stadium. Mëtej 5 vite në të cilat flamurtari në kuptimin më të plotë të fjalës ka vuajtur në kategoritë inferiore. I rikthyer në këtë sezon pas 1910 ditësh të luajë në shtëpinë e tij. Trashi kthen topin te Telushi, kombinojnë të dy, edhe një herë Trashi që duhet të rezistojë duke fituar një faul tani. Dhe pranë topit shkon Bruno Telushi. Kujtoj jemi në RTS 1 High Definition në këtë sfidë kaq shumë të rëndësishme të ambistet superiore në këtë javë të pestë. Shohim ndërkohë Ramirez për flamurtarin. Prasimi brenda zonës I kuptuar nga Sota që largon tani në goditje nga këndi. Është e para në ndeshjen e sotme u përket të vendasve. Tani para për Elion Sotën.
Shep se çfarë skeme ka zgjedhur flamurtari, topi harkuar në zonë del Dajsinani që grushton, provon Nunez ta kthejë edhe një herë në zonën Rogozhina se mëtej skuadrone gabon gjithçka duke e dorëzuar në rivënie fundore. I përket Ignatias dhe portierit të Dajsinani, i cili fton Aleksin në zonë, kthehet nga mes fusha për të nisur ai me shumë siguri e garanci lojën. Tani Ruçi kërkon pasimin për tek Selmani, provon dhe sot Ramirez vendoset mirë, por është faul në favor të Ignatias. Edhe njërë topi kthyer te Dajsinani, vijon sigurisht të këmbgul me të njëjtën mënyrë në të cilën është mësuar të nisë aksionet e saj skuadra kampione. Xhemali. Albanese e kthen topin pas tek Dajsinani sërish. Xhemali. Aleksi. Topi për te Buric, nuk arrin ta ul. Topi dorëzuar. Duket kur Ignatia e ka topin në kontroll, është një ritëm më i ulët, por kështu kërkon ta diktoj vetë Ignatia, kështu i ndërton aksionet e saj mëtej me vertikalizime të befasishme apo zbritje të shpejta, ndërsa flamurtari duket pak më kërkues kur është me topin në zotrim, sidomos në mesin e fushës. Kërkon me njëherë, duket me një paturim skuadra për t'ju përgjigjur publikut të saj, që ka pritshmëri vërtet të larta e të mirë kuptueshme. Provon ndërkohë Ignatia në krahun e majt albaneze, lë topin aty, e marrin tani vlonjatët për ta Ramani, mëtej Ramirez, lojtari venezuelian që rrëzohet dhe fiton një faul. Provon të niset edhe njerë flamurtari me Nunez. Trashi. Rapon Ramirez. Gjithë një Ramirez. Vjen Trashi. Harkimi ti i shpejt në qendër të zonës. Aleksi i largon. Provon të këmbgul flamurtari. Edhe njerë Nunez si kërcen lart me kokë, por ka shkaktuar faul. Plani parë për Nunez. Shkoi mirë ndeshja me Vorën, kujtojmë ishte ai që shkaktoi 11 metërshin që vendosi atë ndeshje. Këtu shohim edhe një herë ndryrjen e tij në dëm të Ruçit. Krahu i majti lojtarit të flamurtarit paraguajanit Cristian Nunez. Është ai që shkaktoi faullin, ngrihet ndërkohë Ruçi. Rinis lojën Ignatia. Topin e ka Aleksi. Xhemali. Aleksi. Dajsinani. Elion Sota. Edhe njerë me të njëjtën mënyrë. Ignatia, triqet sërish Aleksi. Fton Sotën. Mëtej provon Selmani, sulmuar nga Trashi. Dhe rivënia ansori për këtë Ignatias. Sota. Përveç pjesës mbas portës që mbron flamurtari, përveç asaj tribune, janë plot dyja tribunat si ajo përballë që mund të ndiqni sigurisht dhe ajo tribuna kryesore. Por ka tifozët e mbas portës si mbron Ignatia aty ku flamurtari provon të shkojë tani me këtë aksion të radhës. Ramani. Topi për Burar. Nuk arrin ta mbaj në lojë, është rivënie fundore. Sami Burar, një nga dy lojtarët belg në përbërjen e flamurtarit në këtë sezon. Lojtar me CV shumë interesante, në fakt të sjell nga stafi i vlonjatëve.
ndoshta koha është ajo që nevojitet për të shfaqur më të mirën. Do të shikohet për gjatë kampionatit sigurisht. Burar për shembull ka qenë lojtar i përfaqësuesës belge të moshave deri në 18 vjeç, ndërsa shohim të aksion të Ignatias tani me Selmanin. Fernando Ndreca. Harkimi i tij në zonë, një top që kalon në kraun tjetër dhe shkon në rivën anësore. Kujtoj në këto momente luhet edhe Vllaznia Vora, janë dy sfida që mbyllin këtë javë të 5 të Abistet Superiore. Vllaznia Vora e cila transmetohet në RTS Sport. Kemi qenë së bashku me Super Gol si zakonisht me Enos Karçun. Në prag ndeshje do të jemi dhe në përfundim të dyja ndeshjeve. Shohim ndërkohë Ignatian që ka rikuperuar topin e ka tani Albanese. Kalimi mirë, Albanese, tjetër kalimi i tij gjithë një Albanese. Më tej pasot në Ndreca që harkon në qendër të zonës. Provon Ignatia tani. Largon një moment Ramirez. Këmbgul Fangaj, sërish Ramirez. Provon të nxjerr flamurtarin, por është gati e pamundur kur aty shfaqet më pas Aleksi. Tani pa për kapitenin e Ignatias. Trashi. Dëryn edhe njëra Aleksi. Topi mbetet në këmbët e Rogozhinasve. Fangaj. Sota. Gjemajli. Aleksi. Rotullohet Aleksi mes dy kundërshtarësh, por e humbet topin dhe ky është një lajm që sesi flamurtari e dorëzon me shpejtësi. Fangaj. Sota. Edhe njerë pasimi në diagonale për të Ndreca që i ndjek gjithmonë pasimet të tilla. Fernando. Aleksi krijon një linjë treshe me dy qendërmbrojtësit kur Ignatia ndërton manovrën sulmuese dhe Ndreca shkon përpara me një tjetër top në zonë. Lexon gjithçka Trashi që e nxjerr prej saj, por këmbgul Ignatia. Fangaj. Selmani. Topi është i fort. Alekskovski e kontrollon tani. E qëtësi pason të skuadrone. Todorovski. Dyko Gjemajli. Arrit të mbaj në loj. Nunjes për flamurtarin, më tej skuadrone që largon. Dajsinani me qëtësi. Gjemajli, Fernando. Kërkohet ky top në thellësi për Ruçin. Ramirez. Ndjekur nga Aleksi Ramirez, arrin të kaloj dhe Aleksi Ramirez është i shpejt, rëzohet faul në favor të flamurtarit dhe shumë shpejt vjen kartoni i parë i verdh e merr Albano Aleksi. Shumë shpejt, minuta 18. E shohim edhe një herë. Aleksi do shta betohet se nuk e ka prekur kundërshtarin. Në situatat të tilla sigurisht vari nuk mund të ndryj. Është karton i rënd për personazhin, për Aleksin, që e njohim të gjithë. Për mënyrën se si ai luan, të shohim nëse do ta kufizoj Aleksin në vijim.
Por do të shojmë fillimisht goditje dënimi për flamurtarin. Pran topit Burar dhe Trashi. Merë vrull mbrojtësi Majt. Jashtë zonës vendoset skuadra Ignatias. Harkon Trashi në zonë, Dajsinani kushton. Shumë pran portierit. Burar, tjetër mundësi, ka hapësirë tani Burar me të majtën, tjetër harkim është i lartë, del Dajsinani, sërish kushton. Këmbgul flamurtari, edhe një Ramirez. Telushi me topin e dorëzuar në duart e portierit Dajsinani. Daljet e Dajsinanit sigurisht që ishin të rëndësishme në këto dy situata për të larguar presionin e një devijimi aty në zonë. Kujtojmë, 1.93 i vlen edhe shtatlartësia në situata të tilla, por sigurisht koha, leximi i trajektoreve është ajo që u shërben portierëve. Do të ndrohet topi me kërkesë të Dajsinanit, i cili edhe pak më herët nëse V3 pati një pretendim, ka diskutime, por me thjeshta do të jetë ndoshta për të ndruar. Jo shumë i bindur e Nea Jorgji. Top që i dorëzohet pikërisht portierit e Ignatias. Gjemajli, gabon Gjemajli, provon flamurtari, por Aleksi arrita kthej Dajsinani, gabon dhe jashtë, Burar në fund kërkojnë penalti vlonjatët. Kërkojnë penalti vlonjatët me Burar që ka mbetur kështu në tokë. Një gabim i Gjemajlit. Mëtej Aleksi provoi të korrigjonte, topi i tij ishte i fortë, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Shikoni këtu. Gabimin e Gjemajlit, ndryn Maksuti, topi për Burar, ndryn Aleksi, topi është i fortë, nuk arrin Dajsinani dhe Burar që është rëzuar. Da shojmë edhe njerë në këtë moment. Këtu Burar ka mbetur në tokë, vlonjatët kanë pretendime, sigurisht që kjo është një situatë që diskutohet dhe në dhomën e sistemit VAR. Sigurisht që kjo është një situatë që do diskutohet në rubrikën sportive me Klajdi Kolën, si zakonisht. Misioni me Ygerta Sakon, me tëftuarit e përhershëm Nevil Dede, Tefik Osmani, Ditmar Bicaj, por sot do t'jenë edhe trajneri Pogradecit Ardian Mema, do t'jetë kapiteni Dinamos Bruno Dita, do t'jetë gazetari sportiv Drilon Gjepullari në 22:30 në RTS1. Është agorduar goditje nga këndi që shka në rregull mes Telushit dhe Jorgjit, dhe nëse Telushi është në rregull, sigurisht roli i liderit vlen edhe për të tjerët. Përsa i përket rolit të liderit, kapiteni Trashi harkon nga këndorja. Topi në qendër të zonës, goditja me kokë jashtë. Provon dhe njërë tjetë kërcënues flamurtari. Ka tentuar Baten. Lojtari tjetër belg i këtij flamurtari. E shën dhe njërë harkim shumë i mirë i Trashit. Nis lojën Dajsinani, të riqet tani Fernando, që provon të nis skuadrë, topi në thëtësi vrapon Buric, Alex Koski dhe njëherë kontrolon. Provon presingun e Ignatia tani, rotullohet skuadrone. Topi dorëzuar nga vlonjatët në rivënie anësore, 4 gola të shënuar, plot 6 të pësuar në 4 javët e para. Ignatia ka shënuar 4, ka pësuar 3, por kujtoni 2 ka pësuar që në javën e parë përballë Vllaznisë të Shkodrës në ndeshjen hapse. Këtu sota nuk kërkon ta komplikoj më shumë, kthehet edhe një herë te Dajsinani. Gjemajli. Dajsinani. Elion Sota, Dajsinani, Aleksi provon presingun, flamurtari ndoshta rrezikon
diçka e Gnatja me këto topa të luajtur në prapavi. Këtu Nunez tani. Burar, topi dorëzuar te Aleksi. Provon këtë vertikalizim për albanezen. Alex Koski ndërhyn më tej, Ruçi kërkon një parabol me portën bosh, por topi shkon jashtë, rivënia fundore kërcënuese Gnatja në këtë moment. Top në mes fush, Fangaj, Selmani. Kthehet pas te Sota. Me qetësi Sota. Dajsinani. Sota. Drejt ndrecës. Zbut Fernando. Gjemajli. Aleksi. Shikoni prasit Richet. Kemi një vendosje do të thëja me 3 kur kryen manovrën dhe më të jep hapësirë lojtarëve në krah si Ruçi tani që rrëzohet, nuk ka asgjë. Provon të dalë flamurtari. Ramirez. Lojtar që jep shumë shpejtësi sulmit të vlonjatëve kur është me topin në zotrim dhe një Ramirez kërkon një pasi për Maksutin shumë i fortë se sa i mbritshëm. Kërkon një top rafsh me tokën Maksuti. Fernando tani. Gjemajli. Ndreca. Gjemajli. Aleksi. Sota. Selmani. Aleksi. Gjemajli. Rivënia ansore për Gnatjan, do të krye Ndreca. Albaneze, provon dhe njerë me cilësit e ti Albaneze. Harkimi, pak më i fort. Për që një sakt aty në shtyllën e dytë, do të shkon në rivënia ansore. Me topin në duar Trashi. Topi që të përkas edhe njerë flamurtarit. Nunez. Todorovski. Skuadrone. Telushi. Trashi. Rotullohet Trashi. Nunez. Rivënia ansore për vendasit. Sota që kthehet te Dajsinani tani. Gjemajli. Aleksi. Vën një top në thellësi në krahun e djathtë. Shohim harkimin e Selmanit, është i lartë. Këtej pozicion jashtë loje që në nisje. Pozicion jashtë loje që në nisje është lejuar sipas protokollit të sistemit VAR. Aksioni deri në fund dhe më pas është akorduar pozicion jashtë loje. Shohim në këtë moment. Nunez gabon, do bitërzuar te Albaneze, i cili provon këtë goditje.
Shpëton flamurtari albaneze, tregon dhe njerë cilësitë e tij, goditës nga distanca i jashtëzakonshëm, ashtu siç shënoi një gol spektakolar përballë Tiranës javën e kaluar dhe një hapësirë të fajshme, do të thoja deri diku vlonjatët t'ia lejuan, ai provoi një mundësi e shkëlqyer në të 28-ën për Ignatian. Fal cilësive individuale të numrit 10 albaneze. Lojtar arbëresh, por me pasaport italiane dhe belge. I ardhur në këtë periudhë, në këtë merkato tek skuadra e Ignatias. U shohim faulin e fituar nga Ramirez. Ndërsa shohim dhe shtyllën e Ignatias me albanezën. Dhe shumë e bukur, shikojni dhe njerë. Shumë e bukur. Kanë ndryrë dhe Alex Tosi që e ka dërguar tek shtylla. Burar, me këtë top të lartë e të gabuar, Trashi kërkon dhe një kombinim, kishte hapësirë, gabon belgu, kërkon ndjes. Sami Burar është një nga dy lojtarët e flamurtarit që kanë shënuar deri më tani në Abisnet Superiore në këtë sezon. 2 gola ai dhe 2 gola Maksuti. 21 vjeçari është edhe ai sot pra në formacion. Me kokë Trashi, rivën janë sure për Ignatian. Shojmë edhe udhëzimet zjarta, energjike, pa diskutueshme në mënyrë të tillë. Carlos Garcia Badias, 41 vjeçari, lindur në Barcelonë në Spanjë, ka filluar të luajë me Spanjolin, me skuadrën e dytë pra të Barcelonës. Ka qenë pjesë e ekipit përfaqësues të Spanjës deri në ekipin olimpik të 23 vjeçarëve, duke përshkuar të gjitha moshat. Tu Pelushi, jo parezik, arrin të dërgoj topin tek Alex Ofsi. Burar tani. Alexi. Rikuperon për Ignatian. Sota. Dajsinani. Janë mbyllur 30 minuta lojë. Pak gola, flamurtari Ignatia. Këto java 5 dhe Abisnet Superiore. Sota. Edhe njerë Sota. Kombinon tani me Gjemailin. Sota. Nuk nxitohet. Alexi. I sulmuar Alexi ka Nunez që i rëmben topin. Mëtej Maksuti është pak i vetëm pretardjen e Ramirez, që është gjithnjë shpejt. Ramirez provon në krahun e majt. Ramirez. Mbi vendoset Trashi. Ramirez shkon më pas. I humbet befasin aksioni flamurtarit. Shohim Trashi tani. Pranti i Burar që kthehet pas deri te Telushi. Priste diçka tjetër publiku, por sigurisht që skuadra duhet të luajë sulmtar syetuar. Këtu gabon Ramani, rëmbet topin Fernando dhe provon të vrapojë përpara Ignatia tani. Fernando, pasimi për tek albaneze, brenda zonës albaneze provon të krijojë hapësirë për të goditur, vonohet diçka skuadroni, ndryshe goditje nga këndi për Ignatian. E para për Rogozhinasit. E shohim dhe njerë, momentin e fundit, gjithsesi mirë këtu skuadrone. Shohim markimin e Fernandos. Në qendër të zonës mes rëmujës, Alexi provon fluturim fitop që bllokohet, largohet në një tjetër goditje nga këndi. Edhe njerë Fernando. Topi në shtunë e pari devijuar me kokë, mëtej në shtunë e dytë provon Ignatia. Dhe është topi ka dalë jashtë vijave në Harkun. Drejt zonës.
rivënie fundore. Istrojnë skuadrone. Aleksovski. Telushi. Nunez. Aleksovski duhet luaj me këmbë. Provojnë ta sulmojnë lojtarët e Ignatias. Portieri kërkor Ramirezi, ndryrim Fangaj, mëtej Aleksi. Tani Gjemajli. Albaneze Ndreca. Kthe topi deri te Dajsinani. Shumë i vetmuar në këtë situatë. Afrohet Gjemajli. Fernando Gjemajli. Kombinojnë mëtej Sota. Selmani. Pasime të para për të Buric. Rivënia sëre për flamurtarin në hije. Buric. Lani par. Për sulmuesin e Ignatias tjetër prurje e kësaj merkatoje. Kroati 28 vjeçar. Gjeti golin e tij të parë në kampionat. Edhe ai përballë Tiranës në Rogozhin javën e kaluar. Trashi, Drysota, Karin Nunez, Fangaj tani. Buric u mbet ekuilibri rrëshket terreni ja dikton këtë dhe niset me shpejtësi flamurtari Todorovski me topin te Maksuti që spostohet paksa djathtas. Maksuti kalimi mirë i tij, Maksuti topin në qendër, Todorovski shkon në zonë. Todorovski u mbet ekuilibrin 11 metrësh. Jo, është rivënie fundore. Është rivënie fundore. Rivënie fundore. U duk në një moment Jorgji sikur tregoi pikën e parë, festoi dhe publiku vendas, por shumë pranë ishte via fundore. Do të lëslojnë ndaj Sinani. Madje bën Aleksi që lë topin te portieri i tij. Ndaj Sinani. Buric. Ndryn me Kok Trashi. Fangaj tani. Selmani. Dalet loja për shkak të tymueseve. Derisa të pastruhet ajri, sepse është problem për dhomën e sistemit VAR, i cili në një situatë të tillë nuk mund të dalloj ato momente për cilat mund të thirret në apel. Shohim Tetovën që thret lojtarët e tij. Kemi tani time out për secilën skuadër, udhëzime të trajnerëve i thret edhe spanjolli flamurtarit lojtarët e tij. Derisa të pastrohet pamja për të dhënë disa udhëzime, kujtojmë jemi 0-0, ja ku e shohim edhe njërë në plan të parë trajnerin 41 vjeçar, ka zhvilluar një karrierë si trajner kryesisht si ndihmës fillimisht e natyrisht, por duke nisur tek Maccabi Tel Avivit, ka qenë edhe tek përfaqësuesi i Ekuadorit, ka qenë mëtej edhe në Kin, ka qenë në sezonin 2022-23 një ndihmës trajner tek skuadra Udinezes në kampionatin italian. Tashmë është besuar stoli skuadrës së flamurtarit dhe është një përgjegjësi shumë e madhe. Shohim dhe udhëzimet e Edlir Tetovës, ndërsa Jorgji thret Aleksin ndoshta për të sqaruar disi atë situatë më përparshme. Një atmosferë e ndezur. S'ka shumë do të thoja nga tifozët, por sigurisht do të shpresonin që mos të kishim situata të tilla, edhe pse është diçka që kalon shpejt, kuptohet pritshmëria e publikut vlonjat, siç tham, prej korrikut të 2020-s, në fund të një sezoni ku flamurtari u rendit në vendin e 9 me vetëm 15 pikë për të larguar më pas kategorinë e parë, më pas edhe në kategorinë e dytë, 3 sezone të tjera në kategorinë e parë.
për të rikthyer tashmë në sezonin 2019-2020 pas 5 javësh. Barazonte këtu në Vlorë me Laçin 3-3. Dhe atëherë merrte pikën e parë të kampionatit, ka qenë 22 shtatorit 2019-s. Janë histori që sigurisht flamurtari kërkonte lër pas për të kthyer në kujtesë vetëm atë titull kampion, por skuadrat e forta që kanë ndërtuar bukurinë që i ka dhënë kampionatit dhe emrat jashtëzakonisht të rëndësishëm që ka sjellë në skenën e futbollit shqiptar. Dhe luan përballë një kundërshtari i cili me investimet e tij, me një rritje vërtet mbretërese e ka parakaluar për sa përket trofeve, sepse ishte, siç tham, trofeu i dytë i kampionatit i fituar nga Egnatia, duke parakaluar flamurtarin me një histori të jashtëzakonshme, të cilën askush nuk ka nevojë ta përsërisë sepse të gjithë e dinë. Por tani kemi dhe një përplasje investimesh. Ky ambient, ky stadium sot është vërtet një ndërtim shumë cilësor, me ambiente vërtet mjaft të mira për të gjithë, dhe është padyshim i ngjashëm me atë që është ndërtuar në Rogozhin, në Arena Egnatia, fal investimeve të dy presidentëve, Sinani Drizi, flamurtarit, dhe Agim Demrozi i Egnatias. Ne shpresojmë që të ketë ambiente të tilla, por sigurisht edhe shoqëruar me skuadra cilësore për të rritur cilësinë e gjithçkaje në futbollin ton, për të qenë e për të vijuar të jetë ashtu si shumë breza janë rritur një frymëzim i madh për të gjithë ata që ndjekin rrugën e sportit, e cila është padyshim rruga e dur në kryqëzimet e të fëmijëve, e të rinjve, adoleshentëve, e kujdo. Është pastruar tani pamja, do të rinis loja me topin në këmbët e Albano Aleksit. Gjemajli, Fernando. Të këthyër deri te Dajsinani. Fernando, Dajsinani. Sota. Edhe njerë të Dajsinani. Teorikisht jemi në 5 minutat e fundit të kohës së rregullt. Do të kemi edhe minutazh për të rikuperuar, sidomos prej kësaj ndalese që sapo provuam. Niset Sota. Topi i tij arrin të kaloj përpara, provon kështu Egnatia me Ruçin tani nga krahu i djathtë. Ruçi provon ta kthejë në qendër. Top që devijohet, do t'i përkas edhe një herë skuadrës së Egnatias. Privënia ansore. Do ta kryej Fangaj. Sërish Fangaj. Provon harkimin në qendër të zonës. Top që largohet dhe tjetër Rivënia ansore. Betet sulmuese Egnatia, Aleksi. Topi që blokohet, provon të dalë flamurtari, Akyn Gërç dhe Telushi, jo si duhet momentin e parë, betet Egnatia aty, topi në zonë rrezikshëm, dhe është Nunez Mëtej që largon nga zona, provon Maksudi me thembër, por nuk ishte hera e dur për të provuar një pasim të tillë. Gjemajli. Shkon përpara, fiton faull. Aleksi Sota. Do pjarkuar në qendër të zonës me kokë këtu albaneze në vrapim me sipër shkon jashtë. Edhe tentova me duar të kokë. Një aksion i mirë të tive që ai shpresonte të kishte një përfundim sigurisht më të rrezikshëm. E shohim edhe një herë. Aleksovski me topin për te Ramirez, por është i gabuar, ndrym Fangaj. Sota kthehet te Dajsinani. Shkelmon portieri Kavajas, topi në mesfush, ndryer me kokë skuadrone. Maksudi në duel me Gjemajlin, Maksudi me forcë, Maksudi kalon, Maksudi rrëzohet. Publiku kërkon një faull brenda apo jashtë zone, ajo sigurisht që do duhet të arrijë parë. Por loja vijon sipas Jorgjit që shka e rregullt. Dhe provon të dalë tani Egnatia, Buric mjaft mirë, topi në mesfush për te Fangaj, që pret diçka shumë më tej Ruçi për vrapimin e Sotës.
Selmani. Ruçi. Ndreca, Fernando. Harkimi në zonë, Trashi. Largon rrezikun. Fanga edhe njerë për Egnatian, Aleksi. Selmani. Shkon për para edhe Fangaj, do të ketë triveni ansore për Egnatian, dërsa ne do të shojmë ndoshta tani këtë moment. Maksuti. Gjithçka është jashtë zonës që vlerëson çdo gjykim. Të më pasëm tu. 11 metrësh. 11 metrësh për Egnatian, të habitur vlonjatët protestojnë, por Gjorgji i mban lart sepse sistemi VAR do të konfirmojë për një mbajtje brenda zonës. Për një mbajtje brenda zonës, Gjorgji ka akorduar 11 metrësh tani. Shkon kapiteni Trashi. Të shohim. Shohim pikërisht aty ku shkon topi ky duel. Këtë po shikojnë tani dhe në dhomën e sistemit VAR, kujtoj edhe njerë në rubrikën sportive Klaj Nikola me gjitha rastet e diskutueshme të gjithë javës, dhe sigurisht përfshirë edhe rastin që ne po ndjekim për të sqaruar profesionalisht, teknikisht arsyen e vendimeve. Ka nervozizëm tani, ka nervozizëm. Alessandro Albanese i bindur me topin në duart e pika e bardh. Kujtoj Kreshnik Bajramaj dhe Orlando Kuka në dhomën e sistemit VAR. Në kufi të zonës, ndërsa po luhen 5 minuta që duhen rikuperuar në fund të ndeshjes. Në kufi të zonës, 11 metrësh i tillë, sigurisht që është më shumë se sa naiv dhe duket se është konfirmuar. Albanese përballë Alex Hovskit. Në shtesën e pjesës së parë, do të ushtrojë presion publiku. Niset Albanese, goditja e tij dhe 1-0 Egnatia. Minuta e 46 në pjesën e parë, Egnatia ka shënuar me 11 metrësh. E një çlirim prajsa mund të lejoj ky rezultat për Edir Tetovën. Festojnë lojtarët e Egnatias dhe shënon sërish Albanese tani me 11 metrësh. Ai që shënonte edhe golin e fundit pra përpara kësaj sfide. Vijojnë të protestojnë Trashi dhe Telushi me Nea Gjorgjin. Duhet të ketë dhe një karton të verdh ndoshta për protesta. Nuk binte Trashi, Gjorgji vijon komunikimin, pam edhe një top që të shkonte tek dora e mbrojtësit, ndërsa shohim edhe një herë ftohtësinë në ekzekutimin e Alessandro Albaneses. Nis dhe një herë lojën nga mesi fushës tani flamurtari. Shohim se çfarë do të mund të provojë në çfarë ka mbetur nga kjo pjesë e parë. Trashi, Ramirez. Rond, kaloj Ramirez, mes 2-3 kundërshtarësh. Mbyllet betejë nga sota tani Fernando kërkon të nxjerr Fangajn. Ndryn Ramani 2 herë, vijon loja. Dueli Buric-Telushi e merr topi sulmuesi kroat që shkon përpara, edhe një herë Buric ndërsa ka nervozizëm në një pjesë të fushës, aksioni vazhdon, loja vijon, nga këndi ka nervozizëm. Ka nervozizëm aty ku pretendua një faull dhe dalet loja tani. Trashi, Fernando, Burar, Ramirez. Gjithçka në rregull mes Aleksit dhe Trashit, dy kapitenët. Ka ndryrë Eugene Gjaj, arbitri 4 në fush, ndërkohë që aksioni i
Ignatias po vijonte. Provon të qetësojë situatën tani Enea Jorgji. Sigurisht që edhe ky gol ka bërë të vetën për të rritur dozat e nervozizmit. Ndërkohë që aksioni u mbyll me një goditje nga këndi përket Ignatias, që do të provojë sërish tani. Shohem, topi luajtur Tokas, mëtej Aleksi. Provon sërish Selmani, rivënia ansore që i përket Ignatias. Nuk nxitojnë Rogozhinasit. Shkon me qetësi Fangaj. Kërkon pasimin tani për tek Fernando, por është i gabuar. Largon Ramani, topi vrapon Maksuti, Xhemaili kthehet deri te Dajsinani. Shoj momentin e nervozizmit. Fernando dhe Trashi. Ky është momenti shkon Eugene Xhaja më njëherë. Turzohet Trashi dhe fiton faull, por mbyllet kështu edhe pjesa e parë pikërisht këtë moment. Sinani mëtej Fangaj, Xhemaili, sot Andreca, Fernando, Aleksi, Ruçi, Albanese, Selmani dhe Buric. Provon flamurtari, Maksuti, Burar brenda zonës, topi kthyer në qendër, bllokuar në këtë goditje. Mëtej Ramirez këm gol e nis edhe pak më agresiv flamurtari. Trashi me arkimin drejt për drejt në duart e Dajsinanit. Me qetësi portieri Ignatias tani. Përdolur të presion, shohim edhe njerë Garcia. Sfond Shiu që është dëndësuar tani në fillimin e pjesës së dytë në Vlorë, ndërsa Buric provon, pra Ignatia Buric provon me një goditje presë largu, e shkon dhe larg portës, rivënie fundore. Telushi, Skuadrone, Todorovski, Baten, mëtej topi në thellësi, provon dhe një flamurtari, për shtopi dorëzuar të Dajsinani. Sota. Provon Selmani me topin përpara, ndryn me kokë Skuadrone. Provon edhe Fernando. Faull në favor të Ignatias tani. Xhemaili. Vrapon Dreca, por topi është i pambritshëm, rivënia ansore për flamurtarin. Baten është dëshkuar me karton të verdh në ato protestat të vlonjatëve tek momenti i 11 metrëshit. Kanë qenë dakord me vendimin e Jorgjit në atë ndërhyrje të Telushit për shkaktoi 11 metrshin. Aleksi është dëshkuar tek skuadra Ignatias, janë lojtarët me karton të verdh në fund të pjesës parë këtu. Xhemaili rrezikon ta humbas topin, top që shkon tek Dajsinani, i cili e kontrollon qetësisht. Xhemaili provon presingun flamurtari, ndërhyn edhe një herë Burar, tani do të jetë rivënia ansore për Rogozhinasit. Do ta kryejë Edison Dreca.
Mbyll me kokë Todoroski, provon Ruçi po me kokë, gjithashtu skuadrone Aleksi Fernando. Një zonë ku duhet të vrapoj Sota për të dhënë pak frymëmarrje aksionit të skuadrës. Dajsinani, Gjemajli. Todoroski. Ndron padron topi, Fernando për te Gjemajli. Është rivënia ansore edhe njëherë për Egnatian. Kujtoj jemi së bashku në RTS1 High Definition, por edhe në Radio Tirana në emisionin nga një randeshje në tjetrën. Me kolegen Erga Kryja dhe korespondentët tanë për rreth luhet njëkohësisht edhe Vllaznia Vora që transmetohet në RTS Sport. Jemi në mbyllje të javës së 5 në Abisnet Superiore. Shohim Fernando tani me topin e hapur në krahun e djathtë. Vrapon Fangaj që shkon në drejt zonës, Fangaj e kthen në qendër, një topi lart me Kokruçi, nuk godet mirë. Rivënia fundore. E kam me vetën këtu Flamur Ruçi, lojtari ardhur nga Bylysi, kujtoj të sezon tek Egnatia. Shohim momentin e mbylljes së aksionit me goditjen e Ruçi që mund të bënte shumë më mirë aty. Provon Ramirez, ndërkohë mbyllur nga Sota në krahun tjetër, del edhe një herë Egnatia, por është rivënia ansore për vlonjatët. Ja, tërtova mendimsin e tij Brahja duke diskutuar. E dorëzon shpejt flamurtari tani në një rivënie ansore që u përket miqve. E kryen Dreca. Për te Burić që shkakton faull. Telushi. Pasimi gabuarit i ndërhyn Fernando, provon Albanese, e marrin vlonjatët. Burar mes rrëmujës, Ramani më tej me themër mjaft mirë, baten për te Nunez që shikon një korridor për vrapimin e Trashit. Lorenzo Trashi nga e majta kalon për plasin e parë, më tej harkon një top të lartë për askën nga të tjetër. Kontrollon hapësirën Dreca. Provon të rikuperoj flamurtari, por topi ka dalë në rivënie fundore. Ani parë për Burić. Kujtoj në këtë javë të 5 kemi pasur derbin e kryeqytetit Tirana Dinamo 1-2. Tirana shumë në vështirësi, kemi pasur Byllys Partizani 3-1, edhe Partizani shumë në vështirësi dhe derbi të premtes Partizani Tirana sërish në RTS padyshim si gjithçka që i përket nivelit më të lartë futbollit shqiptar. Nga të dyja në vështirësi skuadrat e kryeqytetit, Elbasani Teuta 0-0. Dhe si shtash dy sfidat mbyllëse luhen tani. Këtu kemi faull të fituar nga flamurtari. Një goditje në kokë me sa duket Lorenz Trashi. Ngrihet kapiteni flamurtarit. Nis lojën Telushi. Todorovski. Burar. Todorovski. Skuadrone. Telushi. Karinda kontrolloi Trashi. E marrin Rogo Zhinasit. Aleksi që kthehet deri te Dajsinani. Edhe njëra Aleksi. Gjemajli për te Dajsinani tani. Gjemajli. Arrin të nxjerrë mjaft mirë këtu topin për te Albanese. Ruçi e shtyn për te Dreca, kanë mbetur dy lojtarë në tokë. Dreca vjen aksionin, Arkimi është i lartë. Vjen Selmani në krahun tjetër. Dhe është faull. Faull favor të Ignatias tani.
Dhe kartoni verdh për Trashin. Vion Selmani tjetë në tokë, duhet stafi mjekësor i skuadrës Ignatias tani. Kujtoj, Ignatia nisi me një humbje në Shkodër këtë kampionat përballë Vllaznis, finalistët për më tepër të edicionit të kaluar, ndërsa ne shohim edhe një herë këtë ndërhyrje të Trashit me topin që ishte i pambritshëm, nuk arritur të ndalojë Trashi, është shkuar me karton të verdhë dhe ai. Pra kujtoj më pas Vllaznia në shtëpi me Elbasane, një ndeshje shumë e luftuar, u mbyll në barazim 1-1. Fitoria e parë erdhi me Bylusi në transfer 1-0 dhe 2-0 javën e kaluar në Arena Ignatia përballë skuadrës së Tiranës. Në krahun tjetër flamurtari nisi me një humbje në Elbasan 1-0, më pas 3-3, një ndeshje spektakolare në Pallsh. 1-1 në Tiranë përballë Tiranës dhe një humbje javën e kaluar në Laç përballë Vorës. Shohim tani këtë goditje dënimi për skuadrën e Ignatias, Albaneze pranë topit. Top i arkuar drejt zonës Maksuti që largon Aleksi. Karim Matej. Ignatia që këmbgul edhe njërë me Xhemalin. Provon, reziston të mbaj brenda vijave. Sigurisht që duhet pak ndihmë aty. Topi përket flamurtarit. Shfau. Ka sërish nervozizëm mes Albanesës dhe Todoroski tani, që vijojnë të diskutojnë mes tyre. Shkelmon ndërkohë skuadrone. Topi për te Maksuti, në duel me Sotën kalon Maksuti. Në ryn në Selmani, më tej Fangaj. Me kokë Trashi. Nunez, e këthën të skuadrone. Nunez. Trashi. Nunez. Skuadrone. Rol dirigenti Carlos Garcia. Udhëzon të tjetë Burar. Provon kalimin tani në krahun e djathtë Burar. Me topin që i blokohet, i devijohet. Skuadrone me forcë. Ramani, Nunez. Fton Telushin. Todoroski. Baten. Rëzohet, fiton faul. Kartoni verdh edhe për Xhemalin. Ky është momenti i faulit, do të harkoj tani Lorenz Trashi. Topi lart drejt zonës. Provon më tej Maksuti që rrëzohet. Kjo goditje jashtë 11 metrash. 11 metrash për flamurtari në minutën e 58. Nuk është dakord Tetova, është ai që proteston tani, sigurisht tjetër moment që do të shihet edhe në dhomën e sistemit VAR. Tani është Ignatia që proteston me kapitenin Aleksi në krye. Nuk presin asgjë tifozët e flamurtarit. Mendojnë vetëm për festën tani, do ta shohim ndërkohë. Në këtë moment
Ka pritur të mbyllet aksioni Jorgji dhe më pas ka vëshëllyer. Do të shohim këtë moment. Kjo është ndryrja e Xhemailit, që mbetet për të vlerësuar. Ka ende komunikim me Kreshtik Bajramaj në dhomën e sistemit VAR dhe Enea Jorgjin në fush, ndërsa vijojnë të qëndrojnë aty dy kapitenët sipas rregullit. Presim. Ende vendimi nuk është konfirmuar. Gjithë sytë e Jorgji që do të shoh edhe një herë. E ftoi kolegët e tij për të shpjeguar dinamikën. Do të shikohet nëse Xhemaili devion topin, nuk do të jetë 11 metrësh. Nëse jo, është vetëm goditja te kundërshtari. Dhe shkon Jorgji tani të shoh edhe një herë pamjet e përsëritura. Ky është momenti që vendos gjithçka. Pra do të vlerësohet nëse Xhemaili ndryhet te topi dhe topi devijohet. Të shohim vendimin e Jorgjit. Shohim vendimin e Jorgjit. Mbeten syt tek arbitri kryesor. Thret dy kapitenët, vetëm ata mund ta marrin informacionin e arsyes së vendimit të tij. Dhe nuk ka 11 metrësh. Pra Xhemaili ka ndryrë te topi. Nuk ka 11 metrësh. Do të jetë rivënie fundore. Absolutisht nuk mund të jetë dakord publiku vendas, por theksoj pra është vlerësuar ndryrja te topi e Xhemailit, që e shpëton atë nga një faull i mundshëm në zonë. Në rivënie fundore frymëmarrje e thellë për Tetova, për Ignatian sigurisht po kënaqësi tek vlonjatët. I fton Dasinani të gjithë tani të shkojnë përpara. Shkelmon Dasinani. Me kok Ramani, me kok Skuadrone, me kok Ndreca. Fernando në duel me Ramanin. Më tej Todorovski, provon të shkojë përpara. Maksuti me forcë, mbron një tjetër top. Maksuti për te Todorovski. Maksuti provon të shtyjë skuadrën përpara. Maksuti kërkon hapësirën. Maksuti nuk e gjen atë. Pason te Baten provon arkim në zonë. Më tej Aleksi me kokë, kupton mjaft mirë trajektoren. Trashi tjetër top shumë i fortë, as goditje, as harkim, rivënie fundore. Te ka mbetur Aleksi në tokë tani, pas atij topi të larguar prej tij. Shumë i rëndësishëm Albano Aleksi, sigurisht ky nuk është i lajm. I vetëm në momentet që me topin në zotrim provon të nxjerrë skuadrën përpara, por dhe në leximin e situatave të tilla, e trajektoreve të tilla. Për ty petitur momentalisht Garcia. Javë në ardhshme Dinamo Flamurtari. Tot kalendari nuk ka më sfida të lehta, të gjitha janë të rëndësishme. Dasinani do shkohet tani me karton të verdh për vonesë loje. Këto Ignati do të ketë sërish një ndeshje në transfer të javë në ardhshme përballë Vorës. Shkelmon tani Dasinani. Në rrynë me kokë Todorovski, rivënia ansore i përket Ignatias. Xhemaili. Sota. Në rrynë Ramirez, disi fikur. Ramirez në këtë pjesë të dytë, plani i parë për të. Fernando.
Edhe njërë Fernando. Nuk e merë si duhet Buric. Por dhe vlonjatët e komplikojnë këtë manovër duke e dorëzuar mëtej topin në rivënia anësore. E kryen Fangaj. Fernando rëzohet dhe fiton faul. Shem dhe njerë momentin e fituar nga mesfushori braziliani Ignatias. Shkelmon Aleksi. Albanese ul mjaft mirë topin. Albanese rëzohet, por loj avion. Faul. Në kufit të zonës dhe kartoni vert për Nunez. Shumë faula, shumë kartona tani shtohen. Kartoni verdh për Albanese, ndërkohë ka ndruar vendimin Jorgji. Apo nuk është kuptuar në momentin e parë, gjithsesi. Dhe ne korrigjimin Albanese me karton të verdh, faulli është në favor të simulim. Është simulim. Skuadrone. Telushi. Provon baten. Buric. Fernando. Vrapon Albanese del Alexovski Gazona. Largon me kokë. Provon Trashi ta mbajë në kontroll, mjaft mirë pason te Nunez. Ramirez. Faul në favor të flamurtarit tani. Ben gati skuadrat për zëvendësime. Gati e meme tek skuadra vlonjate. Shohim ndërkohë Maksuti që nuk arrit ta kontrollojë këtë top, shkon në rivënie fundore. Gati Jahaja dhe Poçi tek Ignatia. Do të largohet Albanese. Do të largohet edhe Selmani. Dhe me shumë mundësi do të ndryshojë dhe vendosje Ignatia tani. Do të largohet Baten ndërkohë tek flamurtari dhe në vendin e tij Ememe. Kristevo Ememe, një lojtar nigerian. Rinis loja me këtë rivënie fundore për Ignatian. Gjemajli për para, Todoroski jo mirë. Isa për futur Jahaja provon në aksionin e tij të parë. Ndreca. Topi ullët i blokuar rivënia anësore. Vet Ndreca me topin në duar. Drejt zonës të shkon në rivënie fundore. Ka mbetur në tokë Buric. Bas asaj përplasje. E fton Jorgji të ngrihet. E shohim këtu. Dhe kartoni verdh për lojtarët që janë në nxeje tek skuadra e flamurtarit. Kanë pasur një reagim ndaj Buric. Todoroski. Telushi. Todoroski. Kalon
Mirë topi te Meme. Mbyllet momentin e fundit nga Poçi sapo futur. Topi shkon në rivën jansore. Asimi Ramanit për te Meme, provoi të ndiste aksionin e flamurtarit, që mbetet në pozita sulmuese. Todorovski. Tjetër arkim në zonë. Mëtej Trashi. Godet vetëm ajër, fluturim thirr nuk ka rinj të koordinohet. Jahaja është i freskët, provon të shtyjë Ignatian përpara në krahun tjetër, por topi ikën nga kontrolli. Dëshpërohet Tetova për këtë mundësi të çbër nga lojtari i tij. Ramani. Todorovski. Burar. Nuryn Xhemaili. Skuadrone e kthen topin tek portieri i tij tani. Ka fituar duelin me Buric. Edhe njerë Skuadrone. Todorovski. Burar. Todorovski. Rikuperon Ignatia. Mjaft mirë Sota. 3 kundër 3 tani. Sota kërkon Buric. Buric brenda zonës. Buric. Mjaft mirë Aleksovski ndal sulmuesin e Ignatias. Edhe njerë Buric provon të këmbgul tani. Dhe fiton një goditje nga këndi. Merita Aleksovski tani që ndal një mundësi të shkëlqyer te Ignatias. Se shohim edhe njerë. Buric që arrin të shkëputet, godet. Goditja e 4 nga këndi për Ignatian. Shkon me qetësi Fernando. Njëzet minutat e fundit. Aleksi. Fernando. Topi në zonë, Maksuti me kokë. Fernando, edhe njerë. Thet shumë pas drejt e Fangaj, mbetur i fundit. Që këthet akoma më pas të Daj Sinani, Garcia i fton të tjët në shpejtësi. Të fitojnë terren tani. Aleksi. Daj Sinani. Aleksi, vendoset Poçi, Sota dhe Xhemaili, pra me një treshe tani në prapavi dhe Ignatia. Deltu pasimi Aleksit, më tej Fernando rëzohet faul dhe kartoni verdh. Tani vje kartoni verdh për Nunez. Mos harroni sot në mbrëmje në orën 22:30 në RTS Definition, rubrika sportive me Ygerta Sakon dhe të ftuarit e saj. Të përshmit Nevil Dede, Tefik Osmani dhe Ditmar Bicaj, dhe me të ftuar kapitenin e Dinamos Bruno Dita, trajneri Pogradecit Ardian Mema dhe gazetari sportiv Drilon Xhepollari. Por sigurisht që ne do të kthehemi në RTS Sport me super gol, me Enos Karçon dhe Ardi Bari në Gerda Gjiun, me intervistat si këti nga stadiumi Flamurtari, po ashtu dhe nga Loro Borici, ku luhet Vllaznia Vora, për analizën e zakonshme të mbylljes së kësajve të 5 të habistet superiore. Ngrihet ndërkohë Fernando. Provon Aleksi të befasoj me një top në një zonë vrapimi për Fangajin që përpiqet deri në fund, por shmang vetëm rivënien fundore. Është ansore për Flamurtarin. Me topin në duar Trashi. Për te Meme. Tjetër rivënia ansore provon të nxitoj Flamurtari. Telushi. Todorovski. Ramirez, që kalon tani në krahun e djathtë të Todorovski. Gjithë Todorovski, shkon vetë Todorovski, provon goditjen top që i bllokohet në fund nga Poçi.
Dhe me njerë Fernando provon të nxjerrë Ignatian, Meme kthe dhe rikuperon për flamurtarin. Skuadrone kthe të Alex Hoski. Dhe Garcia i fton që ta zhvillojnë aksionin nga e majta tani të tjetër, topi shkon te Telushi. Trashi. Ramani. Maksuti me këtë top drejt zonës. Burar brenda saj e ul, provon goditjen, provon ta shtyjë Ramirez. Nuk ja del momentin e fundit. Xhemaili kontrollon, Xhemaili mëtej duhet të dorëzohet, por sepse ndaj tij është shkaktuar faul i 10 i vlonjatëve sot, ka mbetur Xhemaili në tokë. Me qëtësi do të nisë lojën Alexi tani. Shohim dhe njerë momentin e fundit. Flamurtari provoj rrezikshmërinë. Parit edhe këtë herë tjetë konkret këtu Poçi që duhet të nxitoj tani. Duke dorëzuar topin më pas në rivënia anësore. Largon Sota në një tjetë të rivënia anësore, 2 goditje në kuadrat deri tani Flamurtari, 3 Ignatia. Ignatia ka dhe një shtyllë që është jashtë kësaj statistike. Tu e Meme erëzohet dhe fiton faul në një zonë shumë interesante. Shohim dhe njerë. Sa po ka ndalë jashtë zonës, ndërhyrja e Sotës e gabuar. Të shohim tani se çfarë do të arrijë të krijojë Flamurtari. Gati Leo Melo pas pak tek Ignatia. Dërsa pranë topit shohim Burar dhe Trashi. Më shumë Belgu me të djathtën është alternativ. Por do të shohim. Burar drejt portës, top që bllokohet. Tjetër goditje me topin që shkon jashtë. Ka një përplasje jashtë zonës me 2 lojtar të dëmtuar nga një për secilën skuadër. Është Núñez i Flamurtarit. Gati dhe Bakayoko tek skuadra Rogoshinase së bashku me Leo Melo do të jenë 2 ndrime tani. Me shumë mundësi njëri prej të larguarve do të jetë Buric dhe është pikërisht kështu. Një ndrim kok më kok me Bakayoko. Më shumë freskit tani. Dhe të shohim kush largohet tjetër, ndoshta Fangaj që del duke çaluar. Në lojë Leo Melo. Shkelmon ndaj Sinani. Me kokë skuadrone. Është larguar në këtë moment Ruçi, ndërsa shohim daljen e Ignatias me Bakayoko. Fauli për Flamurtarin. Do të ketë 2 zvendësime të tjera. Do të jetë Valentino Murataj, që rikthehet pasi dëmtimit të gjatë. Do të jetë fushtelës po ashtu Bolcan dhe Jose Rodriguez. Largohet Ramani, largohet Núñez
Le të shohim kush tjetër. Marrin shumë kohë për të rregulluar tabelën. Do të largohet dhe Ramirez, që është aktualisht jashtë vijave kufizuese në krahun tjetër të fushës. Dhe provon me njërë flamurtari topi te Meme. Qëndron lartë të pressing tani skuadra vendase. Jahaja. Bakayoko topi dorëzuar te Telushi. Aleskovski jashtë zonës. Maksuti, Murataj, provojnë kombinimin, mbyll edhe njerë i zakonshmi Aleksi. Trashi edhe njerë për flamurtarin. Murataj, tani rivënia ansore për Egnatian. Jemi në 10 minutat e fundit, flamurtari 0, Egnatia 1. Goli shënuar nga Albanese me 11 metrësh në fundin e pjesës parë. Provon me të gjitha mundësit skuadra e flamurtarit për të gjetur të pak të golin e barazimit. Këtu gabojnë ndrym Fangaj, mëte Aleksi, Dajsinani. Topi dorëzuar në rivënia ansore. E kryen Trashi. Ron Bolcan edhe njerë Aleksi. Lukarin Jahaja kontrollon skuadrone. Rodriguez. Skuadrone Aleskovski. Të shkelmon me të parën për mos komplikuar situatën. Provon Sota. Pak rëmuj loja në këtë moment. Poçi tani. Provon të largoj sa të mundet. Dryn Murataj. Rodriguez. Murataj. Shkelmon Sota, Murataj e prek topin. E Meme brenda zonës. E Meme provon, më te askush nuk është aty që të shty. Një top të goditur keq do të thoja nga nigeriani, që mund të provonte edhe vetë portën këtu. Plani parë për të dëshpërohet. Ta shohim edhe një herë. Topi shkon kështu, arrit të kaloj mbas shpinës mbrojtësve, kishte të gjitha mundësi të bënte shumë më mirë. Madje një pasim i tij ishte në një gjë thjesht më pas për ndjekësit e aksionit për ta shtyr topin në port. Edhe njëre Meme fiton faul. Skuadrone. Telushi. Todorovski. Burar. Nuk kuptohet me të tjerë. Në Rui Fernando, mëte Jahaja. Kthehet Burar, rikuperon mjaft mirë belgu. Burar, shikon Trashin, pasimi ëmbël në vrapimin e kapitenit. Trashi tani, Harkimi në zonë kufitës saj. Shohim kjo goditje dhe 1-1. Todorovski ka barazuar për flamurtarin në minutën e 83, duke konkretizuar presionin, dëshirën, entuziazmin dhe gjithçka që është transmetuar te kjo skuadër për gjatë gjithë ndeshjes edhe nga shkallët e stadiumit në minutën e 83 dhe provon të ëmbëlsoj pak përtypjen e hidhur për gjatë gjithë kësaj kohe. Trajneri Garcia në stol. Besoj ndihet të gjithë entuziazmi dhe zhurma që vjen nga shkallët e stadiumit flamurtari. E tani hidhësia në përtypjen e Tetovës më shumë se sa më parë.
Ka provuar shpesh mbrojtësi djathtë i flamurtarit të ndjek manovrën sulmuese, të krijojë diçka. Në ndjekjet e aksionit e ka marrë mirë topin brenda zonës dhe ka goditur sakt një aksion që ne shohim sërish. Topin e Burar pam te Trashi, më pas ky top në kufi të zonës i marr mjaft mirë nga Todoroski, që tërë nuk ka gabuar, duke gjetur korridorin e dur, bështëkun e dur drejt portës së Ignatias. 1-1 tani dhe Aro Gozhina si që nisen një fëmijë në fush. Ndalet loja. Një fëmijë që ka shpërthyer festën e tij duke hyrë në fushën e lojës. Rifillon loja, Rodriguez të shohim provën dhe njërë flamurtari që niset. Kërkohet Murataj. Mbyll Poçi. Këmbgul Murataj. Topi që shkon në rivënia fundore. Dhe ka sërish nervozizëm. Të shkohet tërkohë dhe Murataj me karton të verdh, plani parë për Valentino Murataj. Durim me kokë Todoroski, mëtej Ememe. Kalon mes dy kundërshtarësh Ememe. Kërkohet Maksuti që mbyllet mirë nga sota, mëtej Poçi. Faul, sërish në favor të flamurtarit. Topi në brenda zonës të Burar e kthen dhe njerë në qendër. Rivënia fundore, duket pak të vështirësi skuadra kampione tani. Nis lojë gjithsesi Darsinani, topi të Xhemali. Me kokë skuadrone. Edhe njerë Murataj. Topi kthyer pas, por gabojnë vlonjatët. Mbyll Xhemali, Aleksi, ndërhyr Rodriguez. Ememe. Murataj. Me them Burar, prapon Bolcan brenda zonës. Bolcan tenton të rrëmbej këtë top i larguar nga Poçi. Betejë jashtëzakonshme tani dhe njerë Murataj i përshtatshëm për beteja të tilla. Ndërhyn Xhemali që mbyllën mban topi brenda vijave, provon ta largojë sërish. Ememe kontrollon. Provon edhe një nigeriani, nuk arrin të gjejë aty Maksutin dhe ndërhyn Bakayoko që provon të jap pak frymarrje sulmit Rogozhinas. Bakayoko. Provon Fanger. Fernando. Provon Egnatia, tjetër top, brenda zonës, topi devijuar dhe 2-1 Egnatia. 2-1 Egnatia shumë shpejt. Rikthehet në avantazh skuadra Rogozhinas e pas një boshtëku të pafalshëm, do të thoja, në prapavijën e flamurtarit. Dhe është Leo Melo ai që shënon në minutën e 88. Çfarë ndeshje! Feston Leo Melo që hesht në këtë moment stadiumin flamurtari. Flamurtari 1, Egnatia 2. Një gabimi pa falshëm në prapavijën e flamurtarit, shfrytzuar shumë mirë nga lojtarët e Ignatias. E shohim edhe një herë këtu Fernando me këtë pasim perfekt dhe Leo Melo që ka gjetur shtytsën e dur të topit për ta dërguar në portë për të shmangur dhe portierin. Të shohim tani edhe një herë flamurtarin, fuqit për të kundër reaguar skuadrone.
Fernando, tjetër top e rikuperuar nga braziliani, asist fantastik i tij pak më parë. Jahaja, Fernando, jemi në fund tani, afrohemi minutës së fundit. Meme rikuperon një tjetër top, e provon të vrapojë përpara. Meme, gjithë me topin në zotrim, duel mes dy të sapo futurve, Meme dhe Jahaja, faul lojtarit e Ignatias që ndëshkënte me karton të verdh, sërish nervozizëm. Jemi në minutën e fundit të kohës së rregullt. Do të kemi një tjetër zëvendësim tek skuadra e flamurtarit. Do të largohet edhe burar tani dhe në fushën e lojës Adreto Shafi. Shohim ndërkohë këtu faullin e mëparshëm. E qendër sulmues tjetër tani, aty ku është Maksuti, aty ku është Bolcan shkon dhe Oshafi ka zgjidhje tjetër, provon gjithçka për gjithçka. Garcia. Pran topit Lorenz Trashi. Harkimi ti lart në zonë, provojë devijimi, shkon jashtë, ndërsa nisin 7 minuta për të rikuperuar. 7 minuta. Akorduar nga Eugene Xhaja. Nuk janë dakord në stolin e Ignatias, kjo është buzëqeshja ironike e Tetovës. Ka ende edhe 7 minuta, ndërsa në tokë është Dajsinani tani, pran ti Enea Jorgji. Ngërçe të portierit të Ignatias, gjë që mund të shtyjë edhe më tej për te këtyre 7 minutave, për do të shohim. Ngrihet Dajsinani. Shkelmonaj. Faul në sulm. Provon të niset flamurtari. Trashi. Maksuti. Provon të kthejtë Trashi, ka ikur shumë përpara. Ndrym Fangaj. Fernando. Kombinon dhe njerë me Leo Melon. Vrapon Sota në krahun e djathtë që ka lënë kështu prapa vijën, por nuk mund ta mbri këtë top që është në rivenin ansore për vendasit. Edhe njerë Trashi. Rodriguez. Murataj. Skuadrone. Todorovski. Tjetër kalimi miriti, gjithje Todorovski, pasimin në qendër për Teo Shafi që provon ta mbrojë, ndryn në Bakayoko dhe ka hapësira për Ignatian. Fernando, vrapon Jahaja, shërbet një korridor shumë interesant. Jahaja ndalon, vonohet Jahaja, provon edhe një herë brenda zonës, ndërhyrje në momentin e fundit nga Rodriguez dhe është goditje nga këndi. E pesta për Ignatian, gjëja më e mirë e mundshme në këto momente. Ka fituar sekonda të çmuara dhe duke mbajtur shumë larg portës së saj presionin në këto momente. Ku sekondat kalojnë më shpejt, gjithçka vlen më shumë. Nuk nxitohet skuadra Ignatias pran topit Fernando dhe Xhemaili që me shumë mundësi do të luajë një top të shkurtër mes tyre aty. E mban Xhemaili që provon të fitojë një tjetër goditë nga këndi, por e ka dorëzuar tani. Maksuti për tek Meme që dërgon topin e gjatë përpara, është shumë i fortë, e kontrollon Poçi që e lë më tej te Dajsinani. Edhe njerë skuadrone që largohen në rivënia ansore. E kryen Dreca. Faul në favor të Ignatias tani.
Topi luajtur shkurt brenda zonës, provon edhe një herë Leo Melo ta kthejë në qendër, tjetër goditje nga këndi. I shkon shumë për shtat skuadrës së Tetovës. Edhe njerë Fernando pran topit. E pasimit të Leo Melo tani provon Xhemali që rëzohet brenda zonës Shtendreca. Okazja ngrihet Niset Trashi. Maksuti spëstuar majtas tani me futjen e Bolcan dhe të Oshafit. Duhen dërguar ndoshta topa në thellësi nga vlonjatët për të vënë në funksion sulmuesit e tyre. Provon Murataj. Maksuti, Rodriguez. Vonohet, te Murataj, mbyllet mirë Ignatja. Todorovski, Murataj. Maksuti. Gjithnjë Maksuti provon me forcë ta mbrojë topin, por e marrin Rogozhina si të Sota, që kërkon një pasim në thellësi për Bakayokon, i mbyllur nga Telushi, që e kthen topin në qendër, e ul Rodriguez, jo e pason për te Bolcan, por është pasim i gabuar. Ndrym Fangaj, që e dorëzon në rivënie anësore. Todorovski. Rodriguez. Skuadrone. Topi drejt zonës. Mbyll mjaft mirë Poçi që largon në rivënie anësore. Jaime do tjetë në fushë të lësë në vend të Fangajt, tjetër ndrim për Ignatjan. Për të administruar një rezultat jashtëzakonisht të rëndësishëm. Skuadra e Tetovës në një ambient të vështirë, do të thoya, referuar gjithë asaj mbështetje që publiku ka dhënë, gjithë frymëzimit që flamurtari pati sot dhe sigurisht deri diku e shpreu dhe në fushën e lojës. Por ajo që vlen është rezultati. Jemi në grahmat e fundit tani. Rivënia anësore për flamurtarin është Todorovski, që e dërgon drejt zonës. Largon edhe njerë Poçi. I fundit i vlonjatëve është Telushi që provon sërish ta kthejë drejt zonës kundërshtare. Aleksi me kokë, edhe pse shtat shkurtër, po ashtu Jahaja. Vrapon dhe njerë Telushi. Provon të jap një tjetër mundësi skuadrës atij, por nuk ka. Vjen këtu vëshëllima e fundit dhe mbyllet kështu. Flamurtari 1.